Mbani qep në shtëpi dhe i përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 7 probleme. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Qepa kundër problemeve kronike është një zgjidhje efektive. Bashkë me shegë dhe çajin e malit që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriu, qepa renditen ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësi parandaluese, por është edhe e dobishme në trajtimin e shumë problemeve kronike, siç janë ato koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Ajo është e rëndësishme edhe kundër problemeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se produktet e tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Të ul kolesterolin, të pengoj forcimin e enëve të gjakut, t'i bëj ato me elastike dhe të mirëmbaj gjithashtu edhe tensionin e gjakut. Qepa është e mirë edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Për fat të mirë, qepa ka aftësi në të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit duke u bërë aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por do ju vinë në ndihmë nëse konsumohet së paku një në ditë. Falë qepës zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani edhe nivelin e sheqerit dhe peshën trupore. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë me patjetër një qep në ditë. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime peshk ose me mish. Ndonse për lotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira të organizmit. Ndaj sigurohuni që ta konsumoni ashtu si duhet për të marrë vlerat e saj cilësore për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Qepët ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit dhe këshillohen të përfshihen në dietën ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti. Qepët ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe gjithashtu, nëse kombinohen si duhet dhe konsumohen me kujdes, atëherë vlerat do të jenë më të mira për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë me patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta mund të përmbajnë edhe substanca më të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin tuaj. Megjithatë, siç thonë edhe ekspertët, qepa e gatuar mund të humbasë shumë prej vlerave të saj. Prandaj qepa këshillohet të konsumohet sa më e freskët dhe e papërpunuar. Vlerat që do t'i merrni në këtë formë do të jenë më të larta në dobi të organizmit. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të zemrës dhe mund të cilësohet një element shumë i mirë për të shtuar në këtë aspekt për dietën tuaj. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa disa produkte të tjera. Qepa do të ulë nivelin e kolesterolit, do të pengojë forcimin e enëve të gjakut, do t'i mbajë ato me elastike dhe do të përmirësojë gjithashtu edhe lehtësimin e qarkullimit në zemër. Qepa e konsumuar në mënyrën e duhur mund të cilësohet nga ekspertët si një element i lartë ushqyes, i cili mund t'japë rezultate fantastike në këtë aspekt. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepës në enët e gjakut. Këto studime kanë treguar se konsumi i rregullt i qepës mund të zvogëlojë gjithashtu edhe mpiksjen e gjakut. Përveç kësaj, padyshim nuk ka përmbajtje të kolesterolit dhe mund të shtojë aromën gatimeve tuaja. Por është shumë më mirë që të shtoni qepën në gatimet se sa mund të shtoni edhe kripën. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Sipas Healthy Site, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet unike që do të merrni prej përdorimit të saj. Ajo mund të ndihmojë edhe në lehtësimin e dhimbjeve tuaja të veshit. Me një leckë të pastër vendosni pak qep. Mbajeni gjatë gjithë natës në brendësi të veshit dhe vetit antiinflamatore dhe antibakteriale të saj do t'i japin edhe një përmirësim të mirë të shëndetit tuaj kundër këtyre shqetësimeve. Ajo lehtëson djegjet e shkaktuara në kuzhinë dhe ato të shkaktuara gjithashtu edhe nga dielli. Qepa do të lehtësojë dhimbjen në çast dhe do të përshpejtojë procesin e shërimit pa lënë edhe shenja të dukshme. Qepët mund të zhbehin edhe shenjat që mund t'i keni në lëkurën tuaj, duke sjellë kështu rezultate të duhura. Nëse ju ndodh që të digjeni duke nxjerrë tavën nga soba ose duke gatuar në tigan,
mjafton të mbuloni zonën e prekur me një qep dhe jo vetëm që nuk do të përkeçojë gjendja, por do të përmirësohet më shumë. Konsumi i qepës do të ndikojë pozitivisht edhe në organizmin tuaj, duke u mbrojtur kështu edhe nga virozat e stinës. Qepët përmbajnë nivele mjaft të mira të sulfurit edhe të elementeve të tjera të sqafurit dhe të cilat kanë veti të mira antiinfekse. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombocideve të gjakut, shkaku kryesor i një ataku në zemër, citoi studimi. Konsumi i rregullt i qepës gjithashtu mund të ulë kolesterolin e keq, i cili është më i dukshëm edhe mund të ndikojë në shëndetin tuaj kardiovaskular. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese nëse doni të keni një lëkurë të shëndetshme dhe plot me jetë. Qepa mund t'japë rezultate fantastike për shëndetin tuaj të lëkurës dhe mund të parandalojë edhe komplikacionet e saj. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë do ta bëjë atë më të bukur, më të dukshme dhe plot me shkëlqim. Qepa mund të përdoret si një zgjidhje mjaft të mirë edhe në uljen e temperaturës së lartë. Kjo metodë në duke si një shpikje nga gjyshet tona është në fakt një trajtim i pranishëm edhe i pranuar nga mjekët. Përpara se të vishni çorape, vendosni 2 feta qep të prera në shputat e këmbës dhe i lini ashtu gjatë gjithë kohës dhe do të shikoni se si temperatura juaj do të ulet ndjeshëm. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e pickimeve të insekteve të tjera. Nëse një blet ose një greshdh ju pickon, vetit antiinflamatore të qepës do të parandalojnë në kështu reaksionet alergjike që mund të keni. Ndaj qepa mund të cilësohet si një aleat e mirë e shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Qepët duhet të përdoren në mënyrë të rregullt dhe vlerat që do t'i marrë shëndetit juaj do t'jenë vërtet të larmishme. Janë të njohura trajtimet kryesore popullore për ngrënien e qepës që mund të bëhen të fuqishme edhe për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Dobit e qepës janë të shumta, ato ndikojnë në rritjen e rezistencës së trupit, ulin dhe normalizojnë tensionin e gjakut. Specialistët pohojnë se qepa favorizon edhe shëndetin e zemrës, haporeksin dhe lëngu i saj largon bakteriet që ndodhen në trup. Qepa është e dobishme në një sër përfitimesh në mbrojtjen e shëndetit, ndaj edhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më të mira të cilat duhet të konsumoni. Qepët duken të padëmshme në pamjen e saj të parë, por janë në perime që vështirë mund të gatuhen si duhet. Pas prerjes së parë, qepa arrin të transformohet në një armë të mirëfillt fal elementeve ushqyese që ajo ofron. A e dini pse qepa është kaq armiqësore që mund të shkaktojë edhe lot? Përse na bën që të ngashërehemi nga lodët edhe kur nuk jemi të trishtuar? Përgjigjja e këtyre pyetjeve mund të gjendet në këtë video. Së pari, kjo çështje duhet të shtjellohet në aspektin botanik. Qepa bën pjesë në familjen botanike me anë të cilës përfshihet preshi, hudra, qepujkat, qepët e njoma. Kjo barishte së bashku mund të ofrojë karakteristika dhe rezultate mjaft të mira ushqyese. Qepët kanë nivele të larta mbrojtëse për të gjitha elementet ushqyes të trupit. Nëse i konsumoni ato të freskëta, atëherë do të keni edhe anën pozitive të tyre në mbrojtjen e shëndetit dhe një mineral të vërtet edhe kundër komplikacioneve. Qepa mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin e flokut. Studimet krahasueshme kanë treguar se aplikimi i lëngut të qepës në skalpin e kokës për 8 javë mund të parandalojë rënien e flokut të njerëzit që vuajnë nga alopecia armata. Studimet kanë treguar se konsumi 20 gram qep ndërkohë gjatë dietës suaj mund të ndihmojë në stabilizimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit brenda 8 javëve të përdorimit të saj. Qepa është e mirë edhe për tensionin e lartë të gjakut. Studimet kanë treguar se marrja e ekstraktit të qepës për 6 javë ul në mënyrë të konsiderueshme tensionin sistolik të gjakut të njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Studimet kanë treguar se qepa është e mirë, por duhet të konsumohet brenda normës dhe e papërpunuar për të marrë këto përfitimet, si tonelët e saj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.